Kur duhet I lajmë flokët, në mëngjes apo darkë, ja çfarë thot eksperti. Ekspertët zbulojnë se si ndikon në flok larja para se të flini dhe cili është dallimi në raport me larjen në mëngjes. Nëse I lani flokët para se të flini, keni vërejtur që në mëngjes duken më të yndyrshme. Në fakt, nuk janë. Kur flini me flokët të lagura, ato shtypen në jastëk dhe rafshohen më tepër se ç'do të ndodhte nëse do t'i thani. Floku në mëngjes do të jetë pa vëllim dhe përpasoj duket I yndyrshëm. Një arsye tjetër pse nuk është mirë t'i lani flokët para se të flini është se qimet e njomura janë më të ndjeshme se të thatat, me që gjatë natës ato fërkohen në jastëk, ngatërohen dhe këputen. Ja çfarë duhet të keni parasysh nëse vendosni gjithsesi t'i lani flokët përpara se të shtriheni. Përdorni gjithmonë shampo të butë, I krihni flokët me kujdes pas larjes dhe përdorni solucion për t'i dhënë volum flokëve.